Markelian Hoti, vëllai i deputetes demokrate Elda Hoti, është arrestuar në periferi të Romës pas një urdhër arresti europian për trafik droge nga Amerika e Jugut drejt Europës. 27 vjeçari shqiptar, i shpallur në kërkim në gjithë Europën për trafik kokaine, është arrestuar në Rom. Ai u kap në zonën Ponte di Nona, në periferin lindore të kryeqytetit italian, ku ishte fshehur në një hotel bashkë me të dashurën. Hoti dyshohet se kishte rol kyç në një organizat që trafikonte kokain nga Amerika e Jugut drejt Europës. Droga mbërrinte në portin e Anversës në Belgjik dhe më pas transportohej me makina luksoze nga Europa Veriore drejt Dubait. Pas sekuestrimit të 50 kg kokain të fshehura në kontejnera në portin e Anversës, vëllai i deputetes ishte zhdukur. Në janar, ndaj tij ishte lëshuar një urdhër arresti europian për organizat kriminale për trafik narkotikësh, vepër që sipas mediave italiane parashikon deri në 15 vite burg. Arrestimi u bë pas një hetimi të koordinuar nga Interpol dhe skuadra e antidrogës në Rom. Sipas mediave italiane, Hoti kishte qëndruar në hije pasi pronari i hotelit ku ai po strefoi nuk kishte regjistruar të dhënat e tij në sistemin Alloggiati Web, duke e bërë praktikisht të padukshëm për autoritetet. Pasi u verifikua identiteti, ai u dërbua në burg, ku do të qëndrojë në pritje të procedurave të ekstradimit drejt Belgjikës.